Dohet pritet paktën nga ajo çfarë kemi mësuar që Molotov do të hidhet edhe te kryeministria, edhe në disa institucione të tjera të caktuara, si shenjë revolte e asaj çfarë sipas opozitës qeveria socialiste ka bërë në raport me korrupsionin, me aferat korruptive, me vjedhjen e parave të shqiptarëve, jo vetëm kaq, por edhe me vendimin e Partisë Socialiste për të dalë kundër drejtësisë sipas opozitarëve, sipas Partisë Demokratike. Tashmë zoti Berisha me të tjerët është në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku është pritur dhe po pritet nga mbështetës të tjerë të kësaj force politike, të cilët thrasin emrin e tij. Pra jemi duke vijuar tashmë rrugtimin drejt kryeministrisë, ku ndodhen protestues të tjerë, të cilët pra janë të pozicionuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kujtojmë se protestat, të paktën 4 protestat Partisë Demokratike kanë qenë vendosura nga kryeministria, ku kanë nisur dhe më pas kanë përfunduar tek Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, pra tek Parlamenti shqiptar. Ndërkohë që është hedhur dhe molotovi i parë i kësaj proteste tek ura e Lanës, që quhet ndryshe, pra ka nisur me molotov kjo protestë e gjashtë, pa mbërritur ende tek kryeministria. Duket se ky do të jetë një lloj skenari i cili është përdorur edhe në protestën e fundit, ku rrugtimi i protestuesve drejt asaj çfarë kanë përcaktuar pra për të lëvizur në rrugët e Tiranës do të jetë i shoqëruar edhe me hedhjen e molotovëve. Të paktën këtë pam që ndodhi vetëm pak momente më parë tek ura e Lanës, dhe tashmë deputetët e Partisë Demokratike sikundër me protestuesit së bashku janë duke vijuar rrugtimin e tyre drejt kryeministrisë me thirrjen Ramai tashmë. Një protestë kjo e radhës, e cila ka rëndësinë se përveç se lidhet me datën 22 mars të vitit pra 1992, me fitoren e parë të zgjedhjeve nga demokratët, ka edhe një specifik tjetër që lidhet me faktin se vjen pas një vendimi zyrtar të Partisë Socialiste për të votuar kundër një kërkese të bërë nga drejtësia, nga prokuroria e posaçme për të hequr mandatin zonjës Balluku. Me ritëm të shpejtë është duke ecur këtë herë turma e deputetëve dhe protestuesve, të cilët pra janë duke u afruar tek kryeministria. Janë vetëm rreth 100 metra që na ndajnë nga kryeministria, ku pritet të shohim çfarë do ndodh pra ditën e sotme. Do të shohim, ndërkohë që zoti Berisha është duke mbritur në ambientet jashtë kryeministrisë, aty ku e presin edhe protestuesit e tjerë. Nga aty pritet pas që të nisë edhe marshimi, siç e shihni flamujt që lvizin janë dhe kryesia e Partisë Demokratike të prirë nga zoti Berisha, sipas kolegut Osman Stafa, flamujt shërbejnë edhe për të orientuar turmën se nga duhet shkojnë, duke qenë se nuk ka një njoftim zyrtar paraprak nga organizatorët se si do të kryhet marshimi. Flamujt shërbejnë për të orientuar ata se cilin rrugtim do të ndjekin më pas. Është zoti Berisha që i prim, ndërkohë që siç e thamë më herët janë flamujt gjerman, shqiptar, ai i Bashkimit Evropian dhe flamuri i Partisë Demokratike. Ndryshe nga herët e kaluara, duket se Partia Demokratike ka forcuar aleancat me vende të tjera. Gjatë javës që lan pas, Partia Demokratike ka pasur takime në Bundestagun gjerman me në krye kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, por gjithashtu edhe zoti Berisha ka pasur takime në Gjermani me Partitë Popullore Europiane në samitin e përvitshëm të tyre. Në të gjitha rastet, edhe në takimet që kanë patur në Parlamentin Federal Belg, kanë deleguar dhe kanë shprehur gjitha problematikat në Shqipëri, duke kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme spari e më pas largimin e narkoshtetit. Por fillimisht kërkojnë që të sigurohet demokracia në zgjedhje dhe zgjedhjet të jenë pa ndikim të qeveritarëve dhe të administratës. Siç e shihni,
ty, por gjithsesi bokset janë dhe mund të ketë një mesazh paraprak nga organizatorët dhe jo nga zoti Berisha apo nga deputetët e tjerë të Partisë Demokratike. Zoti Berisha, siç e shihni nga plani që keni drejt për drejt në ekran, është i pozicionuar poshtë flamujve, aty ku janë flamujt shqiptar, flamuri gjerman dhe flamuri i Bashkimit Evropian, aty është dhe zoti Berisha. Presim dhe të shohim tashmë se çfarë do të thotë, nëse ka ndonjë mesazh, çfarë do të thotë ndoshta organizatorët në mesazhin e tyre të zakonshëm në nisje të protestës. Kujtojmë që jemi 47 minuta nga orari zyrtar i njoftuar. E dëgjojmë organizatorët çfarë do thonë. Nuk është në rregull. Dhe ne nuk jemi të gatshëm të heshtim. A jemi të gatshëm të heshtim apo jo? Kemi parë ditët e fundit. Edi Rama mbrojti Belinda Ballukun. Europa i tha jo Shqipërisë. A duhet të rri Rama më? Të ajo këndina apo jo? A s'ka demokracia apo jo? Të gjitha dim, Shqipërisë janë mbyllur dyert e Europës për fajt të Ramës dhe Ballukut. A do ta mbajmë Shqipërinë siç e do Rama, apo do ta rikthejmë edhe një herë si gjithë Europa? E duam Shqipëri si gjithë Europa. E organizatorëve Kjo që kemi dalë, është e disata. Qeveria teknike duhet kërkuar dhe duhet marrë. Çfarë kërkojmë? Qeveri teknike zgjedhjet e mira me qeveri teknike. Zgjedhjet e mira me qeveri teknike. Edhe njerë të gjithë bashkë, sepse ju e një njerëzit e lirë të një shteti. Ju e një njerëzit e lirë të cilët e keni thënë jo. Largu regjimit e Edi Ramës. Hajde të gjithë bashku. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Të gjithë bashku edhe njerë. Rama ik! Rama ik! A duhet të lëmë të birin e Kristaqit të rikthejë edhe njerë vendin, si që bëri babajti. A du të thënë edhe njerë tjetër komunizëm apo jo? Të gjithë edhe njerë, Rama ik! Ku e ka vendin Rama? Në kryeministri apo? Rama në Burg! Rama në Burg!